Revolucionet nuk janë daq të lehta, ato shpesh rezistencën e parë e hasin fillimisht nga brenda. Sot një demokrat dok, një ish aktor i Portokallis, bile dhe ai drejtuesi një tjetër emisioni investigativ, nuk e ka fshehur dot pezmin ndaj kandidimit të Florian Binajt për Bashkinë e Tiranës. Julian Deda, ndër të tjerat e finalistë në Big Brother, është i vetmi ndër të dy që është nënshtruar ndërkohë një votimi popullor pikërisht në Big Brother. Megjithëse dhe aty humbi, një fat që me sa duket nuk i ndahet demokratëve sa herë ndeshën me zgjedhje, ai pra provoi se ishte një personazh popullor që spaku garën në Big Brother e bëri të fortë. Por në primarët për deputet disa vite më parë, Deda humbi dhe sot zbuloi për herë të parë se përgjegjës për këtë mbante indirekt Sali Berishën. Një demokrat i vendosur, Deda zbuloi në fakt dhe problemin me cilin pritet të përballet Binaj, se baza militante e Partisë Demokratike nuk arrin ende të kuptojë doktorin përse bëri një zgjedhje të tillë, dhe nuk është i vetmi. I vetë kandiduari, Ermal Asimja, bile kishte nisur shërbitjen e marinsave, lajme me breg në liçenet e Borës Tropojës, dhe lajmen e mori vesh nërsa doli nga uji ftohtë. Ndërsa shefi i tij Sheja vazhdonte ne të përkryej kokën e tij të vogël me flokë të mëdha se si doktori ia futi tek kësaj radhe. Por janë këto shenja se opozita po rrshket sërish drejt një humbje në 9 nëntor, jo domosdoshmërisht. Vetëm një ditë më parë, këtu në sondazhin e APC News, shumica e tiranësve të anketuar e donin një kandidat jashtë politikës tradicionale. Por njëkohësisht e donin edhe jashtë Partisë Demokratike. Pra formula ishte e thjeshtë. Berisha duhet të jepte sinjalin se Partia Demokratike dhe aleatët do të mbështesin dikë që nuk kalonte nga në një derë apo penxhere e sallonit blu. Po përse Berisha nuk e bëri zgjedhjen që dukshëm do të jepte atij një rezultat më të mirë se ai më parshmi? Përse Berisha bëri si gjithmonë atë që ne të gjithë e parashikojmë gjithmonë shumë lehtë? Ruajti gardin e tij. Dhe sa e hap kjo garën, jo për Tiranën, po vetë brenda opozitës. Shenjat janë trishtuese, sidomos djathtas. Shumica e grimcave djathtas u rreshtuan menjëherë pas Berishës përfshirë dhe parimorin Llapaj. Ndërsa thërmia më e madhe blu, Sheja e vazhdon sërish të kruaj kokë të vogël me flokë të mëdha dhe të mendohet. Nuk mendohet Arlin Qori, i cili ka nisur punën për të marrë një rezultat më të mirë se sa 2 vite më parë dhe me sa duket do të marrë vota më shumë. Por do t'i marrë sërish djathtas dhe do t'i shojë sërish majtas. Në fund fare, edhe në nëntori do t'jetë një garë mes Partisë Socialiste dhe të tjerëve. Përjashto Tiranën dhe Vlorën, ku Edi Rama po eksperimenton me zonja, në përgjithësi gara do t'jetë mes stemave. Por cilat janë shanset e kësaj sfide? A ka gjasa për shembull që Binaj të sfidojë realisht Ogertën, që një outsider të përballet me një politikan e karriere, që një person pa përvojë të përballet me një menaxher të vjetër? A ka shanse që një tjetër outsider jashtë dy të mëdhejve të bëjnë një surprizë në Tiranën e surprizave dhe tradicionalisht dhe politikisht të pabindur? Për këto do flasim sonte në program. Sigle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Reelstore, me mua sonë në program me Elir Ali Mehmeti, drejtues i grupit negociator të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma Elir, antar, patjetër sekretari përgjithshëm. Patjetër, po themi pjesë, po. Besoj që kontaktet njerëzore dhe më të afërta i keni mbajtur ju dhe këtu. Mirë se u gjeta. Faleminderit, mirë se erdhët sërish. Petro Koçi, mirëmbrëma Petro, kënaqësi të kem program. Mirë se ju rritë. Endri Shabani, drejtuesi i nismës së mirëmbrëma Endri, mbështetës apo jo i kandidatit Binaj për Tiranën. Martin Lega, kolegu im, mirëmbrëma Martin. Por fillimisht me një zhvillim të fundit, pasi jemi televizion lajmesh, sigurisht edhe Partia Socialiste më në fund dhe ajo ka zyrtarizuar emrat e saj për bashkitë e tjera. Jo se kishte shumë rëndësi, pasi përveç Tiranës kuptohet që në qytetet e tjera më shumë rëndësi sa i përket majtëve, të paktën ka stema e partisë. Megjithatë, atë zhvillim kryesor ka patur nga qyteti tjetër i Vlorës, treja më të fundit i sjell nga Selia Roz, gazetare jon Greta Bullari. Greta, mirëmbrëma edhe një herë. Faleminderit që jemi ne sonte. Pas ke veshur dhe ngjyrë portokalli që duhet i shkonte më shumë fakt Selis blu. Po gjithsesi atëherë socialistët kanë zyrtarizuar dhe 5 emrat e tjerë, sigurisht bien sy emri i kandidates femër për bashkinë tjetër të rëndësishme ato të Vlorës apo jo?
pikërisht ka qenë një mbledhje e shkurtër, ka zgjatur vetëm 15 minuta, mbas edhe një nga mbledhjet më të shkurtra që kryesia e Partisë Socialiste ka zhvilluar, dhe sipas Sogerta Manastirliut në Tiranë, socialistët do të tentojnë të rimarrin Bashkinë e Vlorës me një tjetër grua. Brunilda Mersini do të lërë mandatin e deputetës për të kërkuar kështu edhe votat për qytetin bregdetar për ta drejtuar atë në vijim. Sa i përket bashkive të tjera, surprizë nëse mund ta cilësojmë kështu, duke qenë se propozimi ka ardhur nga Tirana, vjen për kandidatin e Tepelenës, pikërisht Gramos Sako, ish kreu i Gardës së Republikës, do të jetë kandidati i socialistëve për Bashkinë e Tepelenës, e cila mbeti pa kryebashkiak pas të vendit të lënë bosh nga Tërmet Peçi, i cili u zgjodh edhe deputet në 11 maj. Sa i përket 3 bashkive të tjera, socialistët kanë zgjedhur të vijojnë të vijojnë edhe të zgjedhin që si kandidat të kenë pikërisht eksponent të bashkisë aktuale, duke marrë në konsiderat dhe argumenta që dhanë drejtuesit politik për shkak të eksperiencës që kanë në menaxhimin e punëve. Kështu përsa i përket bashkisë të Beratit, kandidat është pikërisht Ervin Çeça, i cili është edhe kryetari i komanduar i bashkisë Beratit. Në bashkinë e Cërikut do të kandidojë Florencë Doka, edhe ky aktualisht mban postin e kryetarit të komanduar në këtë bashki. Ndërsa sa i përket bashkisë së Matit, Altin Bojni do të jetë kandidati i Partisë Socialiste, aktualisht mban edhe postin e kryetarit të Këshillit Bashkiak. Në fakt, këto ishin emrat e zyrtarizuar gjatë mbledhjes së sotme të Partisë Socialiste, megjithatë më lejo të ndaj dhe disa informacione të tjera që më shumë se sa për zyrtarizimin e emrave kanë të bëjmë pikërisht edhe me fushatën elektorale, por edhe me takimet e vazhdueshme që socialistët po bëjnë për sa i përket kryeqytetit. Të paktën gjatë qëndrimit tonë në Selinë Ros, kemi patur mundësi të shohim takime të shumta në fakt që kandidatja për Bashkinë e Tiranës, Sogerta Manastirliu, së bashku edhe me drejtuesen politike të fushatës Belinda Balluku, kanë zhvilluar me strukturat socialiste në kryeqytet, paktën sipas informacioneve kanë qenë thuajse të gjitha strukturat e kryeqytetit, të gjitha njësitë e bashkiake, përfshirë po themi edhe zonat rurale, të cilët kanë marrë edhe porosit sa i përket ndarjes së punës në terren, por edhe një porosie në fakt e cila është dhënë edhe nga ana e kryesocialistit Edi Rama, që ka të bëjë pikërisht me takime të vogla me qytetarët për të dëgjuar kështu edhe problematikat e tyre. Rikujtojmë edhe një herë tjetër në fakt që objektivi kryesor i socialistëve, të paktën për sa i përket bashkisë së kryeqytetit, është që të kalohet diferenca e votave, qoftë me 11 majin, qoftë edhe me zgjedhjet vendore. Kujtojmë se të paktën diferenca me kundërshtarët politik me Partinë Demokratike në 11 maj ishte 57.000 vota, ndërsa në zgjedhjet vendore 59 vota. Greta, faleminderit, edhe me që mbledhja ishte e shkurtër, me sa duke s'ka patur fare debat, kështu që dhe lidhja jonë do t'jetë shumë e shkurtër. Faleminderit shumë, Greta Bullari nga Selia Ros në këtë lidhje. Petro, po e nis me ty shkurt, se më tepër për batut. Një tjetër Gramos në Tepelenën e Gramozit dhe një tjetër Ervin për Ervinin e Beratit. E Beratit, po. Interesante, po. Më ndofta koincidenca me bukur është kjo që ne në zgjedhjet e fundit kishim numrin 5 dhe tani janë 5 bashki, 5-0 ka për dalë. Po kjo e Tiranës? Se janë 6, pashtë në Tiranë. Se llogarit Tiranë. Dhe janë se llogarit parë. Tirana 5-1 për shkak. Dolle keq. Tirana mund të përgatitet për 5-1. Se janë 6. Tirana nuk diskutohet. Ndoshta zoti Koçi din. Tirana nuk diskutohet. Dinë gjë Petro që ne nuk e dim, se pak nga sondazhet nuk rezulton kështu. Fakte Megjithatë Ilir, duhet thënë që paktën po t'i besojmë sondazheve, ne kemi sondazhin tonë që bëjmë tashmë për javë dhe realisht dje ishte një shifër, ndoshta dhe regjia në animon, kolegë në animojnë me tabelat e sondazheve, realisht ishte surprizuese fakti që një shumic dërmuese e të anketuarve, gati 41%, pra kuptohet që ishin majtas dhe djatas, e donin
një kandidat që dilte i pavarur, realisht i pavarur. Dhe nga ana tjetër ishte një pakisë për gati 18-19% që sipas Zaloshës shumica prej tyre vinin nga Partia Demokratike që ishin kundër kësaj. Dhe në këtë temi paradoks, ndoshta njerëzit militantët, por edhe ata që donin një kandidat realisht pavarur nga opozita, të kuptojnë se përse u arrit tek zgjedhja e Floran Binaj. Po, për këtë dytën mund t'ju përgjigjem përsa i përket pyetjes aty statistikore, pastaj duhet shohim se si është bërë pyetja, ku është bërë, pastaj hyjmë çështje teknike aty. Pyetja ka qenë thjesht, a mendoni se opozita duhet nxjerrë në Tiranë një kandidat jashtë Partisë Demokratike dhe jo me profit lart politik. Që ishte edhe në fakt kjo gjithsesi nuk të justifikon pastaj vendimarrjen që ato bëjnë brenda. Pra, si do votojnë dhe si s'do votojnë. Dhe një sërim i vogël ka qenë përpara se dilte emri Binajt, është mbyllur sondazhi. Pra, kanë ndryshim të madh ku e bën sondazhin, pra kanë qenë votues që do votonin apo kanë votuar opozitën më parë apo janë votues që kanë votuar apo jo. Shifra, po duash ti se patjetër nëse mund bën pyetje për kundërshtarin politik, unë do mundohem të jap përgjigjen sa më ngatruesa, dhe kjo është normale. Po është absolutisht. Po janë pyetur edhe të pavarur besoj aty. Janë pyetur edhe të pavarur jashtë partisë. Kjo ka qenë harta, do të thënë si janë përgjigjur të votuar, për këto kanë votuar 11 maj. Këtë diskutim kemi, pra nëse aty 34% për shembull janë PS-s, dhe pastaj ti pyet për kandidatin e PD-s, kur ata kurrë nuk do ta votojnë kandidatin e PD-s me shumë mundësi, atëherë duheshin hequr këta, duheshin pyetur pjesa tjetër, ata që s'kan votuar PS-n. Pra po më thaj që këtë mendim kanë pasur ata që s'kan votuar PS-n, unë e diskutoj. Gjithsesi, mos të e vërtet, ky është sport i ri ky i sondazheve dhe me të vërtetë epidemiologjist nuk jam fare në sport, këtu jam ke uji im, po kam frikë që disa njerëz ka uji mbytën, po. Patjetër. Sapo ta thash rrezikun e vetmbytjes. Ta thash unë vetë mund të brenda tek ajo pasi nuk kam njerëz që flasin me sondazhe shumë qartë. Në shikim të parë duket që kanë shumica e tiranësve dhe ti e di, Tirana nuk janë militant, tiranësit janë shumë të populli Tiranë, popull që nuk e bin dot politikisht, sepse ky është populli tërë Shqipërisë, por që është në Tiranë. Madje shumë janë banor, por nuk votojnë Tiranë, sepse kanë shtëpinë, por janë të pashaportizuar tjetër kund, janë një njerëz që edhe njohin politikën më shumë, por edhe janë më të pavarur, le të themin ato qëndrimet e tyre. Dhe ky rezultat për shembull e pam me 11 maj. Pra, shkuan situata, po të shihni juve, Tirana ka pas rezultate më të ulët për shembull Partia Socialiste në krahasim me pjesën tjetër të vendit. Ky është prandaj këtë aspekt prandaj në atë sens e besoj atë shifrën që është po nuk desha me i hyrë asaj se kjo është ju më pyetët juve se si ka ardhur deri tek zgjedhja e emrit e kandidaturës zotit Binaj, që është një kandidaturë shkëlqyeshme patjetër. Në radh parë ne pyetëm për pavarur sipas shumicës. Se këtu është debati, ja? Shumica do thotë gjithmonë ato që kontash për kundërshtarin politik. Sipas disave. Ti nuk mund t'i marrësh mendjen kundërshtarit politik për forcën tjetër. Se po që kështu pastaj, hajde çfarë do them unë për zonën Manastirliu? Jo, ajo është në rregull, ajo është në uniform. Është në uniform. Hyn e del nga spaku është në rregull. Jo, flas për politikisht. Po mirë pra, se po tani t'jap unë mendim, jam i bindur ke Partia Socialiste ka burra e gra pafund që kanë integritet, që kanë një qëndrueshmërinë ato që thonë dhe ato që bëjnë, dhe nuk kanë dosjen SPAK, apo jo. Ta them unë tash për Partinë Socialiste. Por ne kemi zakonin brenda nesh që flasim për veten tonë. Pastaj se i bën zgjedhjet kundërshtari politik, ti bën zgjedhjet brenda vetes si din vetaj. Po ato do të diskutojmë patjetër. Nëse i bën të dobta, vjen favorin ton. Po ne nuk do japim mend bëje kështu, bëje ashtu, se kjo është një smundje që ka zënë PS-n këtë, që i jep mendje PD-s. E kam vënë re këtë shpesh në çdo debat i jep mendje. Shofim veten e tyre aty. Mos ti shkojmë burg dhe kjo tjetra se femra deri tash s'na kanë shku, mos t'ja fillojmë tash. Nuk është për momentin. Jo, për momentin hyn e del. Po ta shoh se gjithë kështu e nisin. Gjithë kështu e nisin. Edhe Rion Velia kështu e nisi si person djenik, ishte shku me ndihmu kolegët, ishte thirrur për të parë gjithë këtë investimin që kishte bërë ai për drejtsinë e re, pastaj doli dhe tha është politike, më kanë dënuar se gjithë këtë refren kanë. E fillojmë me këtë varg të parë për dienie, marrën me vargun e fundit, kjo është politike dhe goditje. Dhe pastaj në mes, duket drejt se për ditë shohim doktorin që thotë njëjtën gjë, kështu që unë ju garantoj që është e njëjta gjë edhe këtu. Dhe pastaj do ta shohim këtu. Ta shikojmë. Por, po t'jepsha unë mendim, për Partinë Socialiste. Unë jam dakord me ty që kush ka probleme me drejtsinë duhet shkojmë burg. Po t'isha unë që jap mendime për Partinë Socialiste, jam i bindur, është një parti e madhe, nuk është një parti e vogël, njëjtë siç është Partia Demokratike. Po bëri zgjedhje politike. Ka plot burra e gra, edhe politik,
ka plot burra e gra edhe politikë dhe të angazhuar në politikë që nuk kanë asnjë kurfar problemi me drejtësinë. Por nuk zoti ata, zoti një person që ta ketë të varur, që sa herë të doj të rreqa dhe frenin që kish parasysh se unë kam të dosje tu, unë ndaç të shoj, ndaç të mbaj. Ti thua që edhe Spaku, ti e ide si Spaku e komenton qeveria. Unë kam mendimin që shqiptarët i kanë shumë të qartë idetë e tyre dhe e ka çfarë flas unë dhe çfarë flisni ju, shqiptarët i kanë shumë të qartë idetë e tyre. Më bot një pyetje se akoma s'po dal ke kjo. Se më rezultoi që shumica këtyre të majtë dhe janë burg, pra ne këtu e kam. Këtu e kam. Se unë jam gazetar, flas ti e vetë. Një herë shifrat tregojnë kur, ti shifrat përsektojnë kur, po ti rikthehemi diskutimeve tona të vjetra të Covidit. Një herë një kohë drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Kukësit dha vetë një batutë, burgu për burrat e socialistët është. Tashti nuk po shkoj asgjë ligjërat e drejtësh. Kalojmë ke kjo se na intereson më shumë kjo pjesa ndoshta. Neve patëm një diskutim rreth parë me partitë aleate, parlamentare dhe partitë opozitare, pra që ndjen veten opozit, me qëndrime dhe veprime. Pa tjetër me ato që neve kemi një bosht ideologjik që mund përputhem. Dhe ram dakord mbi disa parime, se ndryshe nga siç bëhet llogaria, mendohet njerëz se duhet nisesh nga emrat përveçëm. Jo, qëndrum ke parimet, dhe qëndrum krejt të hapur, pritëm. Ne nuk shkum me kërkesa, pritëm propozime që si e mendojmë parimet. Ndoshta parimi deklarata më publike që ajo e Partisë Mundësia, që doli dhe me deklarat përpara se takoheshin, se si ata e mendonin që duhet ishte kandidati. Pra, dhe kjo ka qenë fakt një emërues i përbashkët. Dhe partitë tjera opozitare dhe partia aleate kërkon një kandidat apartjak, se e dëgjoj këtë pjesën jo politik, si mund të jesh jo politik kur kandidon për partinë për bashkinë e Tiranës. Do të thonë ideja që nuk e qenë apartjak, pra s'bën pjesë në një parti, po nuk mund të thush jo politik, kur konkuron për një post kaq të rëndësishëm politik. Po sleng mediatik më tepër. Apartjak, pra s'bën pjesë, nuk ka antarësi në një nga partitë politike. Një person që vinte nga shtresa e mesme, njerëz, shoqëria civile, po themi, pra të paangazhuar, por që njëkohësisht ka mbrojtur kauza opozitare, ka qëndruar për diçka, ka ngritur zërin për diçka dhe kemi disa kauza në këtë rast, por nuk ishim këtu. Kjo më ngjan pak e shtuar me më vonë. Dhe që i përshtatet Shqipërishin Florit, ka një qëndrim opozitar. Nuk u tha. U tha që do të jetë një figurë. Është në tavolinat tona. Okej, u flas çfarë është në publik. Mirë pra. Okej, rregull. Kam një pyetje. Tani që ka mbaruar procesi, unë mund t'ju flas publikisht për çfarë është diskutuar në tavolinë. Okej. Se kur jemi në bisedime në tavolinë, do t'i mbajmë aty. Apo jo? Është krejtësisht normale, pastaj se tjetër kush rrjedh informacionin, pastaj është mungesë serioziteti nga dikush tjetër. Jo kjo pjesë, po kanë dalë gjëra tjera. Qëndrojmë këtu. Pra, emëruesi i përbashkët ishte jo partjak, që vjen nga shoqëria, që ka qëndruar, pra ka demonstruar që ka një opozitarizëm, sepse këtu pyetja ishte po mirë, po poshta partjak, a jemi ne të sigurt që është pjesë e opozitës dhe nuk është pjesë nga ana tjetër, po duhet ta vërtetosh në një farë mënyrë apo jo. Dhe është krejtësisht normal, sepse do ja shpjegosh, secili do ja shpjegoj partisë dhe strukturës vet. Dhe në këtë moment kur jam dakord me këto elemente, pastaj hapi i dytë ishte secili nga forcat, dhe jo nga Partia Demokratike, po forcat e tjera, disa kishin, disa s'kishin propozime. U filloi dhe emrat e përveçëm që plotsonin karakteristikat në fjalë. Dhe në fakt dolën disa emra. Publikisht kanë dalë më pak se sa që realisht janë diskutuar. Pas 13 emra. Realisht ka pas më shumë se sa që janë diskutuar publikisht. Po jo, nuk ka më kuptim tash, se është diskutimi i mbaruar. Jo, kuptim ka për analizën në fakt. Për mendimin tim jo. Kështu që unë i qëndroj mendimin tim. Dhe në fund fare, ndërmjet tyre emrave, duke qenë një garë e shkurtër, sepse shumë e shpejt, është më 30 ditë, pak më shumë se 30 ditë, një nga elementet kyçe që do ishte në favor, se elementet kriteret bazi plotësonin të gjithë, se përndryshe nuk ishin ke kjo listë e shkurtuar, po themi, duhet ishte patjetër figurë sa më e njohur. Pra që ti mos harxhosh më tepër kohë për t'i shpjeguar se kush është personi, për t'i shpjeguar njerëzve. Duhet njerëzit ta njohin. Pra të paktën ky hap i parë t'jetë i kapërcyer. Dhe në këtë aspekt, në gjitha vlerësimet që ne bëm, dhe vlerësimet janë shumë thjeshta sot se teknologjia t'i shkurton shumë punët, ishte shumë e qartë që Zoti Binaj kishte dhe këtë përparësi. Kishte dhe përparësinë që publikisht është i njohur dhe është figurë shumë e qartë qytetare dhe që ka qëndruar
opozitare, mjafton dikur të bëj një search vogël dhe e shef se ku ka qëndru ndër vite. Nëse nuk ka marrë pjesë vetë në ato se ku ka qëndru ndër vite. Nëse nuk ka marrë pjesë vetë në ato protesta që ai ka organizuar. Dhe në këtë aspekt shkum dhe fillimisht kërkum patjetër dhe një herë okejin e forcave opozitare, forcave aleate, kërkum okejin dhe morëm okejin atyre që u përgjigjen. Se kur nuk përgjigjesh. Kush nuk u përgjigj? Nuk është përgjigj Partia Mundësia. Përpara se ne ta komunikonim zyrtarisht përmes kryetarit partisë doktor Sali Berishës, i cili e komunikoi publikisht. Por ne fillimisht kërkuam që të kontaktojmë dhe që të akordsojmë pikërisht kandidaturën së bashku, sepse i tillë ishte procesi. Patjetër, në një moment caktuar do e avancosh, sepse ko është e shkurtër. Nuk kontaktuat fare, sepse unë kam parë deputetin. Jo, kontaktuam ne, tentuam kontaktin me ju. Po, kjo ka qenë përpara. Po ju them, po dalja e kandidatit Tyra Asimja, edhe ajo u bë pa ju pyetur ju, pa u konsultuar me ju? Jo, ka qenë ishte emri Asimi, ishte emër nderuar dhe ishte në këtë shortlist. Ishte i propozuar nga Partia Mundësia, ishte në shortlist, por në krahasim me zotin Binaj, njohja publike e zotit Binaj është shumë e madhe se njohja publike e zotit Asimja. Kjo që ai marshi plus po themi, i cili çonte këtu. Dhe në momentin e diskutim, pra tjetër, ne lam një hapësirë kohore për ta diskutuar sërish, para se të bëhet publike në deklarat, nuk gjetëm përgjigje, dhe koha kaloi, deklarata dhe emri i kandidaturës nuk mund të priste më, se ju besoj mbani mend këtë studio kur do dali. Ka një presion kohor dhe ka një presion ndaj kandidatit. Se çdo orë që ikën është një orë më pak në fushat që do ketë kandidati dhe skuadra e tij. Kështu që nuk mund të humni më kohë. Ktu qëndrojmë, parimet janë po ato që ishin që në fillim, pra ka rreth 2 javë që janë shtruar tavolim parimet. Figura është e njohur, plotson çdo një nga kriteret që ne ram dakord në tavolin me të gjitha forcat, vazhdojmë, ecim përpara, fushata ka nisur. Kam Lega. Pyetja parë është kandidatura e zotit Binaj është propozimi kujt? I grupit të diskutimit. Të PD-s. I grupit të diskutimit, patjetër i PD-s. Partisë Demokratike. I grupit të diskutimit. Ne ishim 3, partia tjetër ka vendosur të cilni 2, dikur solli nga 1. Se kështu i bie që nga parti opozitare, grupazhi partit opozitare. Kanë qenë kandidate e propozuar. Jo, ju a shpjegoj unë juve. Jo, a shpjegoj unë. Me qënë se pyetët, teknikisht, ju në qofë se mbani mend, ditën e shtunë rreth drekës, mos gabojnë ora 1, pati një mbledhje kryesia e Partisë Demokratike, ku u deklarua se çfarë qëndrimi do mbanim neve në lidhje me kandidaturën. Që PD-ja kishte vendosur, se këtë vendosur në si grup negociator, në diskutim me kryesinë e Partisë Demokratike, patjetër me kryetarin, se çfarë figure, pra cili format do kishte figura, çfarë karakteristikash kishte figura, profilin e kandidatit eventual, që ishim dakord për herë të parë të mbështesim një kandidat që do të dilte i pavarur, po që plotësonte kushtet. Mani mend këtë? Kjo ndodhi të shtunën. Të shtunën në darkë, përmes një postimit, them drejtën, unë personalisht isha ndasëm. U trashëgoft çifti, po unë isha ndasëm, kur vura re, përmes rrjeteve sociale, një postim të zotit Binaj. Ju nuk ishit djeni fare që Fyran Binaj të kandidonte? Personalisht jo. Unë ja thash dhe nuk shkum neve me emra. Neve vetëm pritëm emra. Sepse u duk kështu ideja që Berisha tha, në kohë që kishin dalë disa emra kandidatësh pavarur, Berisha ditën e shtunë, që thonë ju, po e citoj, doli dhe tha, do presim tha dhe 2 ditë të tjera. E shtunë e djerë, krejt normal. E hona dita pare punës. Krejtësisht normale kjo pjesë. Dhe pa kohë më vonë dhe kandidatura Binaj. Por në dark patëm këtë postim dhe vum re një reagim aq të fortë të rrjeteve, telefonata që patëm, mesazhe që patëm unë personalisht, pra një reagim aq të fortë, aq pozitiv dhe aq mbështetës, sa që kjo i hijen e dyshimit çdo lloj sondazhi. Qartësisht tu ka një hap, një marsh ekstra. Jo, patjetër, krahasuar me kandidatin tjetër që kishte dalë po. Se neve mbaj mend, emrat e tjerë dolën disa ditë më parë. Dhe neve mund shumë mirë të peshojmë reagimin ndaj njërit emër dhe emër tjetër. U dogjën shkretë. Dhe momentin që u pa ky lloj reagimin, ne u ritakuam ditën e hënë në mëngjes, patjetër në Partinë Demokratike, se ne do marrim vendimet brenda forcës tonë, ku jemi ponderum të 13
me pak AI? Po, nderum, se tash pak AI? Jo, nuk kemi neve nga këto. Nuk do harxojmë kohën për këto gjëra. Jo me diellën, jo, flas me AI, me diçka Fshati që duket çdo kallauz, thot populli, jo. Flori është e gjatë, duket kollaj. Ishte shumë e qartë kjo lloj, jo, po nuk kishin kandidat aty, po diskutonin profilet. Dhe u qëndrua që ne si Parti Demokratike, nga gjithë këta që janë vetë propozuar, apo janë propozuar nga partitë aleate, se nuk ka asnjë të propozuar nga Partia Demokratike, nga këta 13 që janë vetë propozuar pranë nesh, apo janë propozuar pranë nesh nga partitë aleate, nga këta 13, zoti Binaj, patjetër, ishte ai që kryesonte graduatorin, ndjes. Këtu mandatuam ne si grup negociator dhe mbani mend se u dha deklaratë publike që të kontaktonim sërish gjithë forcat aleate, si mendoni ju për këtë kandidaturë që u vetë shpall të shtunën mbrëmje. Të gjitha u përgjigjen pozitivisht, me përjashtim të njerëz që nuk u përgjigj. Atëherë, në mos gabojnë rreth orës 12 mesditës, kryetari 12 e pak. Doli dhe deklaroi zyrtarisht. E formalizoi. Kjo ishte në linjë kronologjike e gjithë dakord me gjithë situatën. Po unë kam i pyetur kush është kryetari i Degës Tiranës Partisë Demokratike? Nuk ka. Tirana ka 16 degë, përsa i përket strukturin Partisë Demokratike po pyesin. Koordinator qarku është zoti Kliqi. Pyetjen tjetër u kujtova që e di se do të bëja pse nuk kandidove. Po kemi zauruar. Pse nuk kandidova tuaj, kemi folur edhe u kujtova, nuk është. Tani, unë kam vetëm një kundërshtim për gjithë çka thatë. Njohja në publik nuk është kriter për Bashkinë e Tiranës. Me lejen nënë Martin, kemi se nga që Iliri u zgjat pak me atë, dhe e bëjmë në pjesën e dytë të debatin, a është kandidatura duar për jo. Po do doja fillimisht me Endrin. Endri, ti me njëherë shpallë mbështetjen për Binaj. Unë Florin e njoh që student. Jemi rritë të dy në Tirana, i ka qenë ke liceu artistik, kam qenë ka Rifulsi. Dhe pa dyshim se jemi takuar si aktivist të shoqërisë civile, kemi protestuar krah për krah për shumë çështje publike. Dhe kam një vlerësim dhe e simpatizoj si individ. Por me nismëthurjen e u mblodhëm, e mbledh ditën e hënë, për të marrë një vendim. Këto janë zgjedhje të pjesshme. Origjina e këtyre është 2023. Në 2023 ne patëm marrë një vendim. Do garojmë vetëm për zgjedhjet se ka dy... Ju keni këshilltar apo jo? Ne kemi këshilltar në Tiranë dhe vendimi që patëm marrë që në 2023 për ata që nuk janë familjar me sistemin zgjedhor është në Tiranë garohet me sistem mazhoritar për kryetarin dhe me sistem proporcional për këshillin. Që do thot, me 5% të votave, ku është paka shumë marzhi ku ne mund të shkojmë, ne mund të marrësh një ose dy këshilltar bashkiak. Me 5% ose dhe me 20% ose 25% votave për kryetar bashkie janë votat të çuara dëm. Dhe ne nuk e kemi marrë kurrë përgjegjësinë për të thënë njerëzve, na votoni që ne dukemi bukur, por këto vota nuk prodhojnë asnjë lloj përfaqësimi. Kështu që për këtë arsye edhe në 2023, edhe tani duke ditur se ku jemi, kemi vendosur që mos të futemi në garën për kryetar bashkie. Atëherë ngelet çështja, kë do mbështesim? Opozita ka 1001 halle, është në pikën e vet më të vështirë. Por ne jemi në opozitë. Nga aktorët që janë në opozitë, unë nuk mund të mbështes Flamur Nokën. Nuk e mbështes dot, edhe sikur të ishte kandidat. Florian Binën po e ka më të lehtë, sepse nuk i përket, nuk është funksionar i PD-s, dhe është një njeri cilin unë e njoh dhe mund të dëshmoj që është aktivist, është edhe si gazetar, ka bërë një rol dinjitoz. Këtë mendonin dhe aktivistët e tjerë dismosturje, për hir vërtetës e hodhëm në votim, se ishin 3-4 kandidat, 95% votuam për Florian Binën. Dhe kemi shkuar me këtë vendim, kemi bërë publik, dhe me aq mundësi sa kemi, do ta mbështesim për shkak të asaj që ai përfaqëson. Okej. Pedro, tash një gjë për Florin nuk mund ta thosh që nuk është një personazh popullor. Kjo është pak po e sigurt. Pastaj do flasim ndoshta në pjesën e dytë edhe për kualitetet dhe çfarë kërkon Tirana sot. Por unë mendoj që Flori, pavarësisht që unë dhe shumë kolegë mi, edhe për arsye që kemi shpjeguar, nuk e konsiderojmë daljen e tij si dalje e një kandidatit pavarur, për shkak se ai mënyrën se si rodhen gjërat, sigurisht ai ka i profilin vet
politik. A mendoni që nisu dhe nga rezultatet e Tiranës, qoftë në 11 maj, pavarësisht se morët një mandat më shumë Tiranë, por nga shifrat dhe nga përqindjet, kjo mund dali një garë më shumë se sa e kishit menduar? Unë nuk mendoj kështu dhe gjithmonë kam konsideruar që gara Tiranës është e mbyllur dhe prandaj duket sigurisht një betejë 1+5. Dhe 5 bashki mund të kishte, po them, diskutim, sepse s'kishin dalë emrat akoma për të shpresuar opozita në ndonjë rezultat pozitiv. Tani, Tirana sigurisht që ka nevojë që në krye të bashkisë të ketë një personalitet, i cili nëse ne krahasojmë me strukturën qeveritare, patjetër që po themi në një karrierë normale politike mund të bëhet një herë dhe kryeministër, por të paktën është tek niveli i zvendës kryeministrit. Pra, ti je kryetari i Bashkisë së Tiranës ose i çdo kryeqyteti tjetër në botë, je në një nivel shumë të lartë politik. Nivel ministri patjetër, po. Patjetër ministri, po unë them është më shumë se sa një ministër. Ti je në Bashkinë e Tiranës. Është gjysa kryeministrit, nëse. Që do të thotë... Mirë t'i rinë larg kësaj sindromës. Kur një parti politike e madhe... Kjo i ka marrë nga 2 veta. Merë përsipër, po themi, pretendimin për të fituar Bashkinë e Tiranës, duhet që të përfaqësohet me një nivel shumë të lartë. Që do të thotë jetë niveli lartë politik, po nga ana tjetër me një përvojë të padiskutueshme dhe të provuar administrative. Dhe prandaj Partia Socialiste zgjodhi Ogerta Manastiriun sepse sigurisht që i garanton të dyja këto standarde. Nga ana tjetër, duke parë dhe profilin e saj brenda Partisë Socialiste, është një profil me natyrë konsensuale. Pra, një figurë shumë e moderuar në komunikimin e brendshëm dhe që natyrisht ka dhe meritën e fitores në Tiranë sepse e drejtoi ajo fushatën e fundit zgjedhor. Doktori thotë që duhet paditet për krime kundër njerëzimit, nëse s'gaboj. Zoja Manastiriu për atë që Berisha e quan... Tani do flasim dhe për doktorin. Tani e ke fjalën për doktorin. Jo flas për rolin që thotë Berisha ka luajtur Zoja Manastiriu gjatë Covidit. Tani, kandidati që ka zgjedhur Partia Demokratike, për mua nuk është i pavarur, është një infiltruar nga familja Berisha, sepse ai duke qenë, po themi, me atë profil që dhe ju e thatë dhe natyrisht e njohin gjithë, praktikisht ka qenë pjesë e televizionit familjes Berisha. Ka punuar në televizionet tjerë. Dhe është... Ka punu dhe këtu ku ne po flasim. është ky televizionit familjes Berisha me tjetin program. Që tha Saliu? Po nuk është kandidati i ABC-s ai. Pse? Nuk është kandidat. Se Piranjat ka punuar edhe në Top Channel. Këtu janë hapur. Se ndoshta se tani po flasim për aktualitetin. Jeni gjë i familjes Berisha. Sepse po flasim për aktualitet. Dashuria ime për doktorin është e njanshme. Është vetëm nga unë tek ai s'ma ka kthyer kur. Po pra. Po kështu janë dashurinë në përgjithësi. Kanë dhe dramën e tyre brenda. Po Petro. Pra, thash, është infiltruar si një kandidat, po themi i Partisë Demokratike, por gjoja i pavarur. Nga ana tjetër, nëse marrim seriozisht pretendimin se kërkojë një kandidat i pavarur, kjo çfarë dëshmon? Kjo dëshmon që Partia Demokratike ka ngritur duart përpjet, është dorëzuar. Dhe i gjithë ky diskutim dhe ky proces, po them i gjatë në kuptimin që nisi në momentin që po bëj gati për të filluar një fushat zgjedhore e pjesshme, dëshmonte se Partia Demokratike po përpiqej që të gjendet dikë për t'i veshur qyrkun e humbjes. Nuk është se edhe këtë kandidat që kanë zgjedhur e kanë vënë për ta fituar, por e kanë vënë për t'i hedhur qyrkun e humbjes dhe për të larë duart nga përgjegjësia e humbjes. Dhe prandaj thash që gara e Tiranës ka qenë qysh në fillim e mbyllur. Prandaj nuk vlen shumë diskutimet, fushata patjetër do të jetë shumë aktive, pavarësisht kësaj garancie Partia Socialiste
do punoj sërish, do vërë në lëvizje gjithë mekanizmat e saj demokratik, organizativ, elektoral, për të fituar, sepse nga njerë kjo garancia fitores mund të vërë në gjumë energji të caktuara pjesëmarrëse në zgjedhje, sepse rreziku gjithmonë për një parti që e ka të garantuar fitoren është mos pjesëmarrja në maksimum e zgjedhësve, e mbështetësve të vetë. Okej, më duhet shkojmë një ndërprerje të shkurtër, pse Iliri qeshë me siguri ka diçka për të thënë. Shkojmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe flasim pikërisht për cilësitë e dy kandidatëve, Manasir Liut patjetër, të Flor Binajt, dhe patyshim det personi tjetër që pret dhe shikon nga dy anët, Arlin Qorri. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi në studio, po me që folim shumë për Florën, tani të flasim pak për Manasir Liun. Ilir, ti letemi gjatë kohës Covidit ishe një zë oponent, i qetë për oponent ndaj politikave qeveritare që ndiqeshin atëherë për të përballur me Covidin, njerë për mbylljen, pastaj për hapjen, dhe letemi figurat profesionale u rrit në ato 12-15 muaj të asaj lufte botërore, do thoja unë. Sigurisht që çdo qeveri nuk ka dalë mirë nga Covidi, sepse ishte ndoshta edhe për shkak se ishte një gjë e panjohur etj. Pra nuk ishte një gjë pra përfshireshin interesat politik dhe kur je specialist ty s'intereson politika, ama kur futesh brenda politik situata ndryshon pak. Megjithatë më bëri shumë përshtypje ajo që zoti Berisha, tha që zonën Manasir Liu apo zonën si e quajti zonja Covidit, tha duhet çuar në gjyq për krime ndaj kundër njerëzimit. Për te oponencës profesionale që ti mund të kesh ndaj mënyrës se si të majtë të përballen ato 15 muaj. Realisht qëndron një gjë e tillë? Po më pyesi për nga ana mjekësore. Të dyja. Absolutisht, nga ana mjekësore ka bërë një nga menaxhimet më të dobta që mund t'i bënte pandemisë. Diskutohet që ishte gjë e re për çdo lloj shteti, por sot është data 7 tetor i 2025-ës, akoma s'ka teste Covid në farmaci, se s'ta leje kurrë që t'hynin testet e Covid. Akoma sot e kësaj dite. Akoma sot e kësaj dite i SHP-ja nuk ka laboratore që mat ngarkesat virale në ujërat e zera, i test që bëhet për 40-50 vjetër rutinë çdo shtet tjetër që të kuptojë shëndetin publik. Sot e kësaj dite akoma s'ka. Akoma sot e kësaj dite nuk i ke pajisjet në spitalet rajonale për të përballuar një problem që ose not një i dytë. Se mirë zgjedhjet pa përgatitur herën e parë. Po çfarë bëre për të përballuar një gjë të dytë? Sot e kësaj dite është e njëjta gjendje. Thjesht vun arna për të mbuluar situatën. Duhet dikush që është brenda sistemit që të flasi për këto gjëra. Dhe jo patjetër. Jo, ka një statut dhe ka një ligj Shqipëria. Dhe SHP-ja ka një këshill shkencor, që ju ndoshta nuk e dini. Dhe këshilli shkencor i Institutit Shtetit Publik është ai që miraton masat që merr Ministria e Shëndetësisë. Ai miraton. Nuk e dini të besoj. Nuk u mlodh kurrë pse se i futën një dekret normativ që i mershin këta dhe kryun ato komitetin që su morë versi u kryu, që nuk e ka atë lloj ekspertize që ka Këshilli Shkencor i Institutit Shtetit Publik, që ka kombinim ekspertizë dhe politik, se ja them unë se unë isha antar i Këshillit Shkencor dhe prisoj që do mlidhej tash, se është një emergjencë absolute. U anashkalua ky që ishte i gatshëm për përballuar me katastrofa natyrore, biologjike të këtij tipit, kjo anashkalu komplet dhe u kriju një diçka që thjesht i shërben politikës. Dhe ju nëse mbani mend, mëngjes dilte Edi Rama dhe thonte diçka, mbas dite Këshilli Shkencor dhe mundohet gjente prova për të mbrojtë se çfarë kishte thënë ky mëngjes, ndërkohë që duhet ishte kundërta. Pra ata japin direktiva, japin drejtim dhe vendimet do t'i marrë më patjetër. Vendimet do t'i marrë patjetër qeveria. S'diskutohet, po fillimisht do japësh mbështetjen, le të themi, të evidencës, qeverisë dhe të leti marrin ata vendim, po të marrin dhe përgjegjësitë. Ndërkohë këta përgjegjësitë delegonin këndej gënjeni dhe kujtoj që kemi qenë i vetmi vend në botë, që në verën e 2021-shit neve kemi deklaruar vend Covid free dhe kemi paguar para publike me bërë reklama jashtë që të vishin njerëzit për turizëm, sepse jemi vend Covid free. Nuk ekziston koncepti
Dhe ne kemi bërë këtë me para dhe publike këtë. Dhe të jemi shumë qartë, ishte fix varianti Delta që hyri atëherë dhe që bëri Kërdia së kohë. Dhe jemi njëti vend ku zbën sens masa, pse detyrum vaksinën dhe kujtja detyrum vaksinën? Ma në mund kujtja detyrum vaksinën? Ja detyrum të rinjve, ja detyrum universiteteve, studentve. Pra moshat e vjetra ishë më të riskuar, pam qartë, këtu s'pati kur detyrim, mirë që s'pati, se unë jam kundra detyrimit, jam pro informimit, po në fund fare ta vendos vetë personi, ja detyrum 18 vjeçarve dhe punojnësve supermarketeve. E kuptoni të ashti ku shkojmë neve? Vëndet nuk ishim njerëzit në shumicë. Nuk ishim, si vëndet me shumicë. Po pra, ku kishe grumbullime... Po vaksino për atë vjetrin. Vaksino të vjetrit, qofë se do ishe ta bëj atë, po që keme 18 vjeçarin, e kalo vetaj. Ndjesa që ju flas me kompetencë. Jo. Me detyrim. Po të vjetrit ku do grumullosh në universitet. O zoti Koçe, tash mos hyni ke kjo pjesë. Me detyrim se s'vini për vaksinim, nuk ka asnjë vend të botës, nuk ka asnjë duke ngatruar, sepse ajo nuk është thjesht një epidemi, është një krizë. Mos hyni te uji se do mbytemi. Jo pra, e keni gabim. Mos hyni në ujë se është uji i trazuar. Ke gabim edhe vazhdo. Janë mbytur shumë socialistë para jush, ju lutem mos u mbysni dhe ju. Unë kam respekt. Më lejoni t'ju them, nuk ka asnjë vend botës që ka bërë këto budalliqe që kemi bërë. Dinot nga të dyja detet e Shqipërisë. Po dinot, po edhe zdi. Nuk ka asnjë lloj shteti i cilit ke marrë këto lloj vendimesh, kur ke një problem këtu, dhe vend që të merresh me problemin këtu, krijon një problem këtu. Dhe di çfarë ndodhi pastaj me këto antisensat? Pra ne lejoshim jetën tonë pa problem deri 5 masdite, se kishim kështu orare të çuditshme, po në 2 natës dilshe tek pull me shëtit qeni ke lana, shtet merë. Në makinë me grunë duhet u ulshe, njëri ke timoni, tjetër diagonal këtu. Thjesht me tërgu që po bëjmë diçka neve. Ndërkohë që ato që në duhet, na duheshin teste, na duheshin analiza, na duheshin trajtime, na duhe oksigen, na duhesh të hapeshin spitalet rajonale, na duheshin ambulanca me kapacitetet shtuara, sepse kërkonte shumë oksigen pacientë. Po ju, realisht besoni që kaq keq u përballet me Covidin? Na duhet nesër kondicionerët që se utën reanimacion. Ore s'lejoni më nes kondicionerën në reanimacion, e kupton, mes i vapës në verën e 20-ës, ishin 20 gradë jashtë, ma ishë dritaret hapë, dhe kur erdi, mbani mund që erdi një ekip italian në verë të 2020-ës në Shqipëri, që se lejuat shkoj me asë një loj interviste dhe zdas një loj raport, erdi më një mua ato. Po unë që isha pjesë e grupit punës, një nga gjërat kyqe, japan direkt, tham, pëse s'nezi kondicionerët? Në 20 gradë, një person i cili është në intubim, në ventilim, në reanimacion, ka dhe një temperaturë 20 gradë, shtohet vdekshmëria. Dhe ne këte e dim se janë gjërat bazë. Kondicionerat ndize, mbyll dritarin, ndiz kondicionerin. Te di shefi pavionit? Jo, shefi pavionit nuk e di pra. Se shefi, po, dhan urdhër. O zoti Koçi, dhan urdhër, ndjes tash. Po. Dhe se duhet jap, se duhet pyes diçka kur vjen puna, ne mund të themi gjëra pafund. Dhe kemi prova, por kujtoj një diçka. Ka dhe një organ atje, gjyqësor. Dhe ka disa kontrata që aso kohë u quajtën të fsheta. Por ne dim gjithë, dhe nuk kam nevojë t'ja them unë apo t'ja prova unë. Pyesim njerëzit. I ka rënë Covidin në shtëpi, e din ata si janë trajtu. E din ato çfarë halli kanë pasur, e din ata se me çfarë problematike dhe çfarë paniku u përplasen, e din ata shumë mirë ju bë mirë apo ju bë keq, dhe neve kemi një dhënë precize në Shqipëri. Kush u intubu, vdiq. 100%, po thujse. Mos ka bëjmë vetëm një ka dalë. Shumë herët. Si është e mundur kjo që me vite ti nuk bërë asgjë për ka diçka që shkon këtu. Ose ke pajisjet e duhura, ose ke ekspertizën e duhur, s'ka si blej pajisjet. Ngrej ekspertizën, ço 5 veta jashtë, çoj në Itali. Të kuptojmë pse Italia ka vdekshmëri më të ulët, të mësojmë diçka prej tyre. S'ka si problem këtu. Okej, besoj do kemi sërish rast plas. Endri, ndërkohë për Rogertën pra mund të flasësh. Dikush e mbron, dikush e kritikon, dikush e akuzon. Binaj, kryetari i Bashkisë Tiranës, si e shikon? Pra le të themi mbështetja jote është një mbështetje që vjen në kuadrin e pragmatizmit të votës, pra që akumulim të votës opozitare për kryetarin e Bashkisë propozuar nga opozita. Shikon. Apo ti realisht beson që Florian Binaj mund të menaxhojë Tiranën? Unë besoj tek integriteti i Florian Binës. Po ki parasysh që po ti di çfarë është Tirana? Se i antar i Këshillit Bashkiak. Jam antar i Këshillit Bashkiak. Ajo që duhet flasim hapur këtu është që nuk është Binaj përballë Ogertës. Por nuk është Flori përballë Ogertës. Është Flori përballë
Edi Ramës dhe makinerisë Edi Ramës. I shikon kështu me kollare duken të butë, po. Makineria e PS-s. Dhe gerta për balë Saliut i bje. Mi pa mirë, dakor, po në këtë moment Saliut i kanë rënë dhëmbët, dërsa makineria e PS-s, me patronazhistët që janë të frikshëm, unë nuk e di se si Flori do dali pa kockat e thyera nga kjo betejë. Kështu që duhet inkuraju për guximin që ka marrë përsipër një betejë përballë një shteti të tërë, se do përqendrohet gjithë shteti këtu në Tiranë. Kështu nuk është betejë e lehtë. Por nga të gjithë të tjerët unë besoj që Flori mund të inkurajoj shpresë që edhe nëse nuk fitohet tashmë, në 2027-ën, opozita të ketë edhe një model, po të ketë edhe më tepër shpresë dhe optimizëm për të fituar, sepse këtu pesimizmi, sidomos pas 11 maj, pesimizmi është i jashtëzakonshëm, jo vetëm në kampin opozitar, por përgjithësi në shoqëri. Pra është krijuar bindja që këtu as ja vlen të futesh zgjedhje, as ja vlen përballesh me pushtet. Pa jo shikoni mbështetjen ndaj Binet e kandidimin e si tij më tepër si një mundësi për shpresë. Për të rindezur themi shpresën, po se është fjalë shumë fataliste. Çka kemi thënë? Për të rindezur një motor që duket si i fikur. Në këtë studio kemi diskutuar edhe për në maj. Pra pse nuk bashkëpunon me Partinë Demokratike? Unë s'kam problem me Partinë Demokratike. S'kam problem me zotin Ali Mehmeti, me cilin bashkëpunojmë në Këshill Bashkiak. S'kam problem me të rinjët reja që janë aty. Problemin e kam me Sali Berishën. Tani kemi një rast kur është një kandidat që nuk vjen as nga strukturat e PD-s, nuk është as nga ish-ministrat e Sali Berishës që i larguan në 2013, ka dalë në garë. Unë nuk shoh asnjë arsye pse një aktor opozitar mos ta mbështes. Sepse thash, edhe nëse nuk ja del fitoj, e sigurt është që do prodhohet shumë më tepër shpresë se sa e kundërta. Sigur dilemi një nga ata zyrtarët që në 2013 u larguan me votë. Prandaj e shoh si shpresë dhe shoh si një zgjedhje shumë të mirë që të dilet përtej Sali Berishës, përtej Partisë Demokratike, dhe një kandidat të përbashkët të gjithë opozitës. Koli, desha të themi gjë se këtu gjithmonë mund të përdorësh metodën e krahasimit, jo të, po themi, hamendjeve. Kemi qenë në të njëjtën pozitë në 96. Në 20 tetor të 96 janë bërë zgjedhje lokale, mbas masakrës së përgjakur të 26 maj. Që i humbët dhe ato thellë, duhet të. 20 tetor. Dhe pa masakrë fare. Dhe jo me masakrë, po. Kjo është histori tjetër. Është histori tjetër se unë vi nga Fieri dhe di shumë mirë se dolëm, morëm më shumë vota në qytet, ku kishte vëzhgus tuaj dhe në fshat nga Kërdisën ku zakonisht ka qenë tjetër balancë, po. Është histori tjetër ajo. Dhe çfarë bëri Partia Socialiste në Tiranë? Zgjodhi Agim Fagun, kandidat. Pra, nuk u ka të ndisë në këtë farfeqësh ka të ndisë sot Partia Demokratike. Këtoj 2000 vota më shumë se Partia Socialiste. Do më mjafton të bësh krahasimin për të parë tani çfarë janë rregullat atë, okay, nuk mund të krahasojmë Forbina me Gim Fagun, se Gim Fagu është Gjimi Fagu, por është kategori tjetër, por nga ana tjetër prap është në të njëjtin trend. Pra kanë zgjedhur një personazh që jo domosdoshmërisht përfaqëson Partinë Demokratike, bile ka dalë pushat me Edi Ramën në 2013. Ishte në Partinë Socialiste, nuk është se nuk ishte. Por zgjodhi një personalitet. Ai ka qenë dhe pjesë e shoqërisë civile, unë kam bashkëpunuar me zotin Fagu. Mori përsipër që ishte përtej Partia Socialiste. Po prandaj e tha Martini, mori 2 vota më shumë. Me kurajo të përballej në një sfidë e cila ishte thuajse e humbur që në fillim, për shkak të kushteve të atij momenti politik dhe elektoral. Po çfarë duhet të thojmë këtë? Po, e kam fjalën që zgjedhjet ndryshojnë, pra, është zgjedhje tjetër ka bërë Partia Socialiste. Në të njëjtat kushte pak a shumë, zgjedhje tjetër bën sot PD-ja. Është e dorëzuar. Po thotë që Florian Bina do fitojë. Se e lexojmë me 2000 vota më shumë, qofse e bëhet nga ana. Zoti Fagu i humbi zgjedhjet përballë Albert Brojkës, që ishte një figurë realisht e panjohur, në kuptimin ishte figurë politike e PD-s, Tiranës dhe Tiranës. Ai shketi iku i panjohur, edhe kur iku nga... Shive, atër, ne jemi duke folur ndjesët, tashe se kur gjoj këshu 30 vjetë para, gjithmonë, kësa që më vjen një rekord, mesatarja popullatës shqiptarë është 37 vjeç. Kur ne u flasim neve këtyre 30 vjetë para, 20 vjetë para, etjere, se na ka met nostalgjia, na ka met sahati atje, nuk shkon.
ne sot jemi një situatë krejt tjetër në krahasim me atëherë. Me përmirë përkej si ta doni ju për Kryetari 80 vjeç. Po mirë pra. Është nostalgjik jo. Komunist den baba den. Por 96-ën folët ju, nuk fola unë. Tash ju e këtyt 96-ën, më lejohet Dhe prap do flas. Ore s'na ndje fare për 96. Nuk na ndjen, nuk duam dëgjojmë për 96, duam dëgjojmë për 2025-ën e mbrapa. Dhe tash në 2025-ën çka kemi neve? Ne sot kemi një pushtet absolut. Nga ana e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Pushtet absolut. Pra në gjithë shka ka absolutizëm. Kjo është luftë kundër pushtetit absolut. Se pushteti absolut i mbyt gjithë, edhe ata që mendojnë që kanë pushtet. I ke pasi dritë, pat vetën zojë Manasiliu kur mori vesh që ishte kandidate? Ju duke euforike, ju duke sigur shumë kohë duke brorit, duar trokiti, ngriu. është përgjësia e madhe. Po, me siguri nga kjo e pati. Pse kur që ministre nuk e pati këtë lloj situate? Kur që drejtori i spitalit nuk e pati këtë lloj situate me radhë? Për Bashkinë e Tiranës, që supozohet po e dimë se shumë e qarta e se çfarë ka barra shkambisi upe. Kujtoj unë këtu që kur Erion Veliaj që hyri kandidat, në fillim fare, 2015. Kur hyri, herën e parë fare, 2015. Tregoi shumë mirë ato që dinim që në fillim që ai do bënte, që thjesht do abuzonte me të dhe do e përdorte Tiranën si shkallë për kryeministri apo kryetar partije, se ky është problemi që s'ka qenë 30 vjet përpara, se këtë harrojmë neve, që pastaj u filloi dhe u kriju kjo lloj mendimi dhe tradite. Filloi nga Edi Rama, vazhdoi Lulzim Basha, vazhdoi Erion Veliaj, ky është realiteti. Mënyrë banale dhe ndryshimi i madh në krahasim me atëherë. Kurse Veliaj i përfundoi në mënyrë dramatike, po. Po, eksakt. Po, ama të tre nisën atë lloj rrugtimi. Dhe nuk mu duk fare lumtur, sepse kjo, ndryshe nga Veliaj, i cili hyri patjetër me atë piksynim, po hynte të paktën me dosje penale të pastër. Nuk është se kishte në hyrje dalje nga një organ drejtësie. Mirë, nuk hynte në proborret, me qenë se duam të bëjmë teknik, nuk hynte në proborret e drejtësisë, nuk thirrej për djeni. Nuk thirrej për djeni. Kam këtë teknikë kaliteti. Ish ministër shëndetësie e kemi bërë. Edhe Erion Veliaj, e njëjta gjë i ndodhi, e njëjta gjë, dhe pushteti që kishte Erion Veliaj, ishte 8 më i madh në krahasim me pushtetin që ka u Gerda Manastirliu. Absolutisht, jam i bindur unë për këtë. Jam i bindur, kemi qenë këtu në këtë studio që i kam thënë, Erion Veliaj do shkojnë në Burg. Ore, po i bëri vetës, se nuk e quam ne, se kujtot edhe qova unë. Bëri vetë shkeljet, bëri vetë abuzimet, bëri vetë vjedhjet, pse se donte me u bë kryetari i Partisë Socialiste. Dhe është aty ku është tash, se kush e çoi, Edi Rama me çoi, kush e çoi. Kemi shumë qartë ekzekutim politik që ai. O Gerda Manastirliu... Bërë abuzime se do në të bëj kryetar partijës. Po pse, nuk e din, po themi në gjë të çuditshme neve këtu në Shqipëri, që Erion Veliaj donte të bënte kryetari i partisë. Dhe që të bënte kryetari i partisë do prodhonte oligarkët e vet. Sepse po patjetër, do krijonte oligarkët e vet zotri. Ato 50 që sot janë brenda. Kjo është e vërteta se e dini ju dhe e di dhe unë. Ju se përmendit dot, po e din njerëzit vet, nuk ka nevojë fare. Ke logjikën komplet gabim. Po, por juve gjitha gabime, juve ju shkojnë njerëzit në burg se vjedhin. Ore, juve ju shkojnë njerëzit në burg se vjedhin, juve tashin neve e themi neve nga blefi politik. Juve ju shkojnë njerëzit në burg. Ka shku kryetari i bashkisë në burg, juve nuk e thoni këtë. Se vajte, se bleu buskuqa. Doni juve, ja t'u tregoj unë tash si një diçka, me qenë se po flasim neve në mënyrë kështu. Se këtu jemi dy palë që kemi një raport me reformën në drejtësi. Ja ju a tregoj unë tash. Ju jeni partia që i thoni SPAK organizat kriminale, kurse ne themi që e mbështesim SPAK-un. Kërkoj vëmendje për vrasjen e 14 vjeçarin në Tiranë, djalit Martin Cani, u vra me thik, kërkoj vëmendje, shifni se çfarë bën ministrja, aso kohë ministri Arsimi sot kërkoj të udhëheq Tiranë, shif si zgërdhiet tu. Bashkë me, është në parlament, në rolin e ministres Arsimit, po flitet për vrasjen e një 14 vjeçari, dhe kemi një ministre që na zgërdhiet këtu. Minimalisht si nën, duhet i vi keq. Kjo duhet i vi keq. Dhe neve kemi sot kemi një kandidate që ju nuk doni me diskutu këtë. Ti atë ditë që ndodhi ajo vrasja pas ke në një pangrën. Unë s'kam qenë duke u zgërdir, duke u folur në parlament. Shumë gabim. Përkohet flitet parlament për një vrasje, njihet mitur,
Dhe ti, Ministri Arsimi, je duke u zgërdir, ndërkohë që janë detyrë, ajo do ushqehet në shtëpinë e vet. Jo, unë po flas për mungesë respekti. Po flas për mungesë respekti ndaj jetës. Dhe kjo tregon që ti s'ke integritet. Unë s'kam integritet se ajo zgërdihet. Ajo është figurë zyrtare, publike, ministre në parlament dhe është përfaqësuese. Dhe në momentin që ajo bën këtë lloj sjellje, ajo tregon fytyrën e vet. Se në shtëpinë e saj, patjetër më do ushqehet, do hajë dreka, shkrejtësisht normale. Por aty ajo po mban një detyrë të lartë funksionale shtetërore. Dhe nëse ajo qëndron dhe mban atë figurë shtetërore aty, duhet mbaj figurën shtetërore, se për atë është zgjedhur. Jo për të zgërdir aty, nuk shkon njeri për të zgërdir në parlament. Mos shkoj, nuk është për aty. Edhe njerëz. Kaq. Ore, tani, kaq. në qoftë se unë të shoh ty, ju garantoj zoti Koçi, jeni shumë e bindur, jo kur flitet për vrasjen e një fëmije 14 vjeçar në parlament, zoti Koçi. Ju s'do ta bëni kurrë. Ju s'do ta bëni kurrë. Ja ju a shpjegoj ju. Sepse nëse juve nuk flisni këto elemente të tilla, nëse ju kujtoj që një tjetër i mitur në incinerator në Tiranës që s'ekziston, të vdiqë një tjetër i mitur, vdiqë djali i mitur, Gjoga vdiqë aty, vdiqë në mes të lanë fillit, dhe ju nuk as fmit, ore, ti mbrojmë do të fmit. Je njëta kopje e Sali Berisht dhe Flamur Nok. Ju fmit, i mbroni do të. Më vjen shumë keq për ty dhe për Partinë Demokratike. Zoti Koçi, mbroni fmit. Sepse do ishte mirë që Partia Demokratike të ndërtonte një alternativë. Apo thjesht i mbështesni me retorikë. Ju kanë humbur jetë fmit. Po ju them dhe i herë, nuk është diskutimi me unë nuk jam kandidat, ju s'keni kandidat. Por ju keni pushtet, dhe ju pushtet keni detyrë të mbroni fmit tanë, keni ju detyrë, se morët ju mandatet e pushtetit. Keni mundësi të mbroni fmit? Ty të ndryshon nga mund t'i mbroni do të fmit apo jo? I mbroni do të fmit apo jo? Zoti Koçi, i mbroni do të fmit apo jo? Nëse ju nuk i mbroni do të fmit, hapi krahun t'i mbrojmë ne fmit. Ju i mbroni do të, po ju pyes. Ore përgjigje keni apo jo? Fmit i mbroni do të apo si mbroni do të? Po hajde pra mbrojmë. Hajde diskutojmë për ta. Me këtë fjalë që përdor ti, me ato qendrime që mban partia jote. Me djegjet që bën ju karrigeve të parlamentit. Ato detyra që kishte i shpërdoroj e kemi për detyrë ta themi këtë. Oficerëve të gardës, ju jeni duke i vrarë fëmijët. Fëmijët e vegjël, i mbroni apo jo? Ju jeni duke nxitur njerëzit që bëjnë krime edhe në gjykata. Keni fol ndonjëherë vetëm për veprimet tuaja. Njëherë vetëm keni fol juve. Duhet të dini një gjë. Keni fol njëherë vetëm. Fjala është e rëndësishme. Për Martin Sani keni fol njëherë vetëm. Po flisni pra. Flisni pra, kërkoni pra llogari. Sepse dramat ndodhin, unë jam dakord, por neve duhet flasim për fenomenin. Dhe duhet kuptojmë që nuk ka fajin as TikToku as i gjë tjetër. Ka fajin mungesa e sigurisë, sepse në një vend ku shkon një gjykatës dhe vritet brenda gjykatë, që ka ndodhur vetëm ditën e djeshtë, jeni të bindur juve që është një shtet që keni vdekur një garantim e sigurisë. Më vjen shumë keq. Nuk garantoni dot sigurinë. Dhe kjo është e vërteta. Ju mendoni se çfarë do doni, ne kemi detyrë, merremi me sigurinë e fëmijëve tonë. Juve merrni dot, qofse merrni, merruni. Qofse s'merrni, hapni krahun. Vetëm për saksi, ju nxorët atë Martin Sani, por nuk më rezulton që nga hajtimet e prokurorisë të jetë vërtetuar që ai ka vdekur për shkak bashkisë. Jo, n'asnjë nuk e thash në asnjë moment. Dhe e dyta mendoj, respekti ndaj humbjes të gjithkujt. Patjetër. Duhet jetë maksimal. Gjithsesi mendoj që janë pozita shtetërore përfaqësuese. Në Ilir, nxjerrësh një video, ndërkohë që pas asaj videos janë bënë 3 palë zgjedhje, qoftë Tiranë, qoftë Shqipëri dhe verdikti popullor çdo vend. Ti nxjerrësh tani Ogerze dhe ti thosh ti duke qesh ndërkohë që Ogerta dhe shoqet e pas asaj, po okay. Kur? Janë bërë 3 palë, bashkë do lokale dhe lokale të përgjithshme. Janë bërë vetëm 11 majit. Po, okay. Dakor. Janë bërë, vlerësimi është dhënë, kështu që nga e parëndësishme. Unë them që të nxjerrësh, po ta them këtu miqësisht, që nxjerrësh një video të tillë është nxjerrësh gjithçka jashtë kontekstit. Ndërkohë që fokusi duhet ishte te Bashkia e Tiranës, aty e ka patur. Kjo është figura. Ne po bëjmë gar figurash. Unë si gazetar duhet të pyes. Janë bërë hetimet e prokurorisë dhe kanë nxjerrë që është Bashkia e Tiranës fajtore për këtë. Mungesa respektit është mungesë respekti, përgjegjësia është gjë tjetër. Edhe shaqë mungesa respekti bashkë me Ilir. Ne duhet të rikthehemi sepse zonja Manasiliu tani është kandidate për kryetare bashkie, që do ketë dhe sigurinë e shkollave përsipër. Ka bërë zonja Manasiliu një mea culpa, një analizë
të përgjegjësisë që ka pas Ministria e Arsimit për sigurinë në shkolla, për rastin e Martin Canaj, dhe dyta, çfarë do bëjnë në këtë drejtim? Pra, kjo nuk mund të kaloj. Padyshim, ndoshta ajo video mund dalë edhe nga konteksti. Po përgjithsisht nuk mund t'i shmanget. Kjo është tjetër çështje. Unë kam frikë të shmangur. Unë kisha për atë video. Dakor, pra, marrim shkas nga ajo video. Janë gjëra që nxjerrin jashtë kontekstit. E lëm videon, po ka një gjë tjetër që dal. Po ti ishte zoti Noka nuk doja thoja. Për te video. Marrim pjesën e përgjithësisë, sepse kërkohet 1 minutë hesh. Shiko, e kupton se sa e rëndë është ta çosh fëmijën në shkollë. Ajo nuk është fare duke ndjekur. Po dakor, tani ta ndjek pra po them. Ai keni ndjekur ju duhet ta ndjek. Aty s'është. A ka reflektuar ish ministra e Arsimit dhe kryetaria e bashkisë për këtë rast? Se unë nuk e kam dëgjuar të reflektoj. Dhe këtu unë pres që të maj përgjithësi, ose minimalisht thotë që kemi dështuar në 1, 2, 3 dhe do marrim 1, 2, 3 hapa që kur prindit ta çenin se fëmijën përdorën në shkollë, mos ketë frikën që kemi një ministria sa ka thënë. Jo, qëndrime, zonja e cilat sot po i paraqitet njerëz se kandidate për kryetare bashkie. Ajo është ministre, më ti thua. Edhe një herë. Nëse ajo që e keni ndjekur do të thoni që zonja Marasiliu ka thënë 1, 2, 3 gjëra ti bën për të sigurinë në shkolla. Është vetë, patjetër. Por ajo puna e asaj që thoni Ali Mehmeti goes both ways. Se unë mbaj mend kur plasi Gërdeci dhe një këshill ja kam shkruar në libra dhe ja them publikisht. Jam thënë Edi Ramës, kur të shkosh te spitali ushtarak nuk duhet përdorësh jetët dhe të vdekurit për politikë. Dhe Rama e bëri, bile dhe me kosto këtë vetë, se i tanë pse i shkove doktorit dhe i re me shpatula. Po unë mendoj që bëri gjën e dur, se kur vjen puna të jetës njerëzore e lirë, ti je vetë doktor. Nuk ta them do të ty këtë se ti je të mirëson. Kur të vjen ai te shtrati, ti nuk e pyet, a je me PD, nuk po të kuroj. A je me PS nuk po, a je me PD, hajde se ty do të shuroj. Nuk e kemi derën fare, jo absolutisht. Unë mendoj që një doktor duhet ta kishte shmangur ato. Megjithatë tash ta them komplet misisht. Isha zoti Noka, nuk doja thoja kurrë. Ja ju a them unë juve. Me qënë se ishte ministre shëndetësie për para se ti ishte ministre, në atë moment ishte ministre Arsimi, po ishte ministre shëndetësie. E dini juve që në rastin aktual së është diskutu, qohet në traumë, ndërkohë që trauma nuk i ka mundësit për me bë kardiokirurgjia bëhet vetëm QSOT, po urdhri që merr ambulancë, s'ka faj ambulanca, se do e qoj ati ku ka urdhin orientimin ku do e qoj, se ka protokole. E qonë këtë trauma dhe nevoja është për kardiokirurgji dhe kardiokirurgjia ndodhet vetëm QSOT dhe nuk është këtë trauma. Po këto koordinime i kishtë ndorë për t'i bërë aso kohë dhe parandalonte ndoshta, parandalonte. Kemi shumë diskutime në këtu, pse se shëndetësia ka një problem. Shëndetësia jo detyrimisht lidhet me prova, me gjëra që ke bërë aktivisht, po është me mos veprime, me mos bërjen e gjërave që mund të kishe bërë, që do kishim parandaluar. Dhe kur ke qenë 4 vjet drejtoreshe QSOT-s, shumë vite ministre shëndetësie, pastaj kalon arsimit e tjera, tani këtu ke një përgjegjësi në kjo drejtim. Ke një përgjegjësi dhe këtu dhe pjesa morale, ama është çështje kyçe. Pse ta themu pjesa morale është çështje kyçe? Sepse sot kemi një garë, po me shumë kënaqësi. Kemi një garë më shumë figurash se sa garë programesh. Se nuk ka, e kemi diskutu, nuk ka kohë këtu për dhe thëmë programet që do bëj njëri, që do bëj tjerë. Ka të bëj shumë me figurë, nuk ka as ekip, se s'ka këshill bashkjak, ka vetëm figura. Dhe ne nëse nuk kuptojmë këtë gjën këtu, që kemi një kandidat, dhe unë mendoj që çdo kandidat që të kishte Tirana, bolt mos kishte hyrje dalje nga organet e drejtësisë, do mjaftonte për të qenë superior nga ana morale dhe ajo Gerta Manastirliut, mjafton mos ketë asnjë çështje. Nuk thash që është e dënuar, ta vendosi gjyqësia, tham që ka hyrje dalje, për moment, rrugës do flasim prap. Çdo kush, vetëm fakti që ne bëjmë këtë bisedë, po unë thash këdo, kush do qytetari Tiranës, se duhet kesh pasaportizim Tiranës, kush do qytetari Tiranës, në spak më kanë thirrur dhe mua se bëra një denoncim publik edhe më thirrën. Jo, ajo shumë mirë, se ti shkon për të dhënë denoncimin. Është tjetër gjë kur thrasin për aferat. Po se ti më thuash prapë që shiko se ke qenë në spak. Çdo një, jo, kur shkon, po patjetër ke drejtë me kallëzu, po dhe me kallëzu do kallëzosh. Po patjetër. Absolutisht, dhe ke detyrim atje, po s'kallëzove shkrim. Duhet ta kesh marrë mirë shkollën e lartë, jo me diplom falsë. Po. Çdo kush nga ana morale do ishte superior. Dhe vetë fakti që neve këtu diskutojmë një figurë komplet papërlyer, publike, që ka qëndru, që është i njohur, që nuk ka askush kush t'i thotë fjalë, si Florian Bina, versus dikujt
që ka një tufë me afera që po hetohen, dhe t'jeni të bindur që në vitet e vijim, ne do kemi shumë për këtyra dhe do i kthehemi këtij emisioni këtu, se unë i kam vënë re që nuk i kthehen më emisioneve dhe përgjegjësia ata që kam nga palë kundërshtar kur gjërat ndodhin, dhe ndodhin ashtu siç themi ne, thjesht kalorojmë valën për momentin, do i kthehemi këtij momentit këtu dhe do themi, ore, çfarë po bëjmë neve gabim këtë botë? Ore, ne si popullat, çfarë jemi duke bërë? Jemi duke thënë se fiton dhe po pse duhet fitoj detyrimisht? Sepse ka vënë Partia Socialiste, po pse Partia Socialiste nuk vuri një figurë që nuk i ka këto lloj problemesh? Dhe ne nuk e kishim fare këtë bisedë, dhe do isha shumë i lumtur bëshim një bisedë, ore, ky person ndoshta mund të ketë një synim konstruktiv për Tiranën. Jo ka shku aty për me mulu hallet e veta. Mos ta kishim fare këtë bisedë, më fare. Pse se bëjmë ne këtë bisedë në rastin e Florit? Se s'është e nevojshme. Se s'ka problem nga këtë drejtim. Pra ti realisht beson që Fyran bine me 0 përvojë, mund të drejtoj Tiranë. Po njëjtë kanë qenë edhe kryetarët e bashkisë tjerë, po çfarë përvojë kishte Erion Veliaj? U fut ministër Erion Veliaj, një vit e parë. Ka qenë Edi Rama që bëri 2 vjet gjysmë ministër, ka qenë Lulzim Basha që nuk ishte bërë vetëm kryeministër, i kishte bërë gjithë ministritë e tjera, dhe e bërë Erion Veliaj, i cili vinte pas 2 vitesh ministër. Një vit e pak, po. Një vit e pak. Dhe nga asnjë lloj pune u bë direkt ministër, sheve duhet t'i themi në gjërat, se janë të rëndësishme këtu. Dakor. Ti vetë se ti merresh me Tiranë. Më beso mua që nuk e bën vetëm këtë punë, nuk shkoj individ ti aty. Do të ketë njerëz dhe ka dhe një këshill, pra ne ekziston dhe këshill 61 vetare, që nëse shkan ti, ky këshilli 61 veta. Okej, pra ky është kopertura për mbrapa, pastaj do të kontrollon. Tjetër punë që Partia Socialiste se kontrolloi Erion Veliaj la me frenat të shume. Dhe pastaj kur deshi, paf ja tërhoqi dhe erdhoi. Pastaj Cecili mba, prandaj janë dy batuta fundit e Martinit. Është e vërtetë që zoti Binaj nuk ka pas mundësi për të pas eksperiencë në administrim. Po ata që kemi pa që kanë pas eksperiencë në administrim, një pjesë e madhe të eksperiencë e kanë në vjedhje. Pa e kanë të bëllon tendera publik, të vjedh lekët e ilaçeve, të vjedh lekët e librave, të vjedh lekët e rrugës. Dhe prandaj nuk është rasti që një pjesë e madhe atyre që kanë eksperiencë janë spak. Kështu që në kushtet u ka Shqipëria sot. Në kushtet u ka Shqipëria sot. Më mirë na duhet një njeri pa eksperiencë që e dim që s'na ka vjedh. Ne harrojmë diçka se Erion Veliaj erdhi nga shoqëria civile. Po pra po, por Erion Veliaj... Në cila është garancia? Pa edhe një, asnjë nuk ka garanci. Nuk ka, shiko, nuk ka garanci. Kontrolli dhe balancimi. Ndërkohë që kemi garanci që ky nuk do korruptohet, kemi garanci që këta tjerë janë korruptuar, pra kjo është diferenca. Pa kontrole lat ju i lirë. Se latë pushtetin lokal, po, aty pranojeni politikisht, ta. Vetëm një sekond, ne që jemi të kontroli. Shiko, zoti Balla, ne që jemi të kontroli. Dhe ju që është policia opozitë, ka detyrim kushtetues ne që e pranuam si argument. Zoti Balla, e pranuam si argument që kontroli. Se vazhdojmë paratë të senatorëve paguhen. Këtë se di. A mund të diçka? Kur të keni pranuam si vetë ta marrë pak si kalit lutem. Kam fol më pak se gjithë. Se shkuam shumë, se kemi hyrë shumë pjesë emisionit tjetër. Bijem dakord te kontrolli. Kontrolli më të lartë do ta ketë Binaj se sa Manasiliu, se Manasiliu i ka të gjithë vetët aty në Këshill Bashkiak. Kurse Binaj do ketë Këshillin Bashkiak kundër që do ta kontrollojë s'do e lë me abuzu. Kështu që edhe nga kjo pikpamje, kontrolli është më i lartë kur Këshilli i përket një partie dhe kryetari i përket një partie tjetër. Se sa kur i kemi parë që ata ngrinin dorën për çdo gjë që thoshte Erion Veliaj, derisa sa ngritën dorën që e hoqën Erion Veliaj. Kontrolli voto Florin dhe merr Saliun. Unë mendoj që opozita nuk e ka marrë seriozisht fushatën në Tiranë për arsye se e ditë sigurt që nuk fiton përballë kandidaturës së makinerisë elektorale të Partisë Socialiste dhe ato krahasimet nuk shkojnë siç përmendëm përpara me një gjigant dhe një legjend si Agim Fagu, me një figurë tjetër që është e njohur, por jo... Agim Fagu ka qenë një njeri para se të bëjë legjendë, edhe e shiri, dhe jepet mundësia të bëhet legjendë një ditë, po duhet bërë mundësi të rive këtë vënd. Ju thoni që... Se ngeni me legjenda. Fagu ishte legjendë para se të kandidonte. Si basketbolist. Patjetër, pse Flori si volejbolist. Si aktor. Problemi i viralitetit është si para 15 vjetësh. Njeriu më viral para 15 vjetësh ishte Lek Plebi, për nuk përdojnë të asgjë.
Sa ai nuk është viral për lek. Martin Lega për lek plebi. Ne mbyllim këtu Martin, faleminderit Pedro Elirës, gjithmonë kënaqësi të jemi në program. Faleminderit Eni, kënaqësi si gjithmonë. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga mësuar Balla, natën e mirë. Një nga elementet kyçe që do ishte në favor, se elementet, kriteret bazi plotësonin të gjithë, se përndryshe nuk ishin ke kjo listë shkurtuar, po themi, duhet ishte patjetër figurë sa më e njohur. Pra që ti mos harxhosh më tepër kohë për t'i shpjeguar se kush është personi, për t'i shpjeguar njerëzve. Duhet njerëzit ta njohin. Pra të paktën ky hap i parë t'jeti ka përcyer. Por ne jemi në opozitë. Nga aktorët që janë në opozitë, unë nuk mund të mbështes Flamur Nokën. Nuk e mbështes dot, edhe sikur të ishte kandidat. Florian Binen po e ka më të lehtë, sepse nuk i përket, nuk është funksionar i PD-s. Pra, një figurë shumë e moderuar në komunikimin e brendshëm dhe që natyrisht ka dhe meritën e fitores në Tiranë, sepse e drejtoi ajo fushatën e fundit. Dhe fillimisht kërkum patjetër dhe një herë okejn e forcave opozitare, forcave aleate, kërkum okejn dhe morëm okejn atyre që u përgjigjen, sikur nuk përgjigjesh. Kush nuk u përgjigj? Nuk është përgjigj Partia Mundësia.